Mbrëmjen e së premtes, në ambientet e Hotel Melia në Durrës, u zhvillua koncerti Albanian Youth Chamber Ensemble, në ndrejtimin e violinistit dhe dirigentit të njohur, maestro Shlomo Minc, me pjesëmarrjen e muzikantëve të rinj nga Shqipëria dhe Kosova. Koncerti u mbajt në kuadër të edicionit të 21 të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës së Dhomës dhe solli interpretimin e veçantë të koncerteve të Antonio Vivaldit për 2, 3 dhe 4 violina. Maestro Shlomo Minc vlerësoi angazhimin e të rinjve duke theksuar se rruga drejt suksesit kërkon punë të vazhdueshme. Kam punuar për disa ditë me këta të rinj dhe ky është viti i dytë që vi në këtë festival në Durrës. Të rinjtë e kësaj orkestre duhet të punojnë më shumë dhe të bëjnë një analizë të vetes dhe të punës së tyre që të ecin të sigurt përpara. Festivalin e shoh më shumë si një angazhim vullnetar të pak njerëzve dhe besoj se ai meriton më shumë mbështetje. Pjesëmarrja në këtë projekt u vlerësua edhe nga muzikantët e rinj, të cilët e cilësuan eksperiencën me maestron si një mundësi të vyer për zhvillimin e tyre artistik. Ishte një nga kënaqësitë më të mëdha të bashkëpunoni me një nga figurat më të mëdha të muzikës klasike dhe violinistike, siç është edhe maestro Shlomo Minc. Luajtëm koncertet e Vivaldit për 2 violina, 3 dhe 4 violina. Ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe një eksperiencë e re shumë e bukur, morëm dije të reja dhe një qasje të re akoma dhe më të bukur ndaj muzikës. Në përfundim të koncertit, organizatorët shpërndan edhe certifikata vlerësimi për të gjithë orkestrantët e rinj, duke vlerësuar kontributin dhe pjesëmarrjen e tyre në këtë aktivitet artistik.